Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, vazhdojmë të jemi me gabimet që kanë të bëjnë apo që bëhen nga disa lexues të Kur'anit, të shtyrë nga dëshira e mirë për ta zbukuruar leximin e tyre të Kur'anit. Por jo gjithmonë dëshira e mirë të çon edhe në atë që është e vërtet e mirë në përputhje me sunetin e profetit alayhi salatu wassalam. Dhe në librin e tij, Shekhu i nderuar Allahu më shiroft Bekr Abu Zeid, në librin të Sahih Dua, ndër gabimet që ndodhin, të cilat i përmend, janë zbukurimi melodik i zërit, duke përsëritur apo duke larkuar tingujt e zërit. Pra, për më tepër, autori sjell një fjalë të Ibnul Qayyimit, Allahu më shiroft, i cili ka folur pra për të çështje në librin e tij Zadul Ma'ad, dhe ndër të tjera thot, pasi përmend fjalët e dietarëve, mendimet e ndryshme, thot, zgjidhja e mosmarrveshjes në këtë çështje është të thuhet se tetribi, pra zbukurimi melodik i zërit, është dhe at-taghani, pak a shumë ka të njëjtin kuptim, janë dy llojesh, thot. E para, lloji i parë që buron nga natyra e njeriut, dhe që zëri e shpreh vetvetiu, pra që i vjen natyrshëm kënduesit të Kur'anit, qoftë në namaz apo jashtë namazit kur lexon Kur'an. Pra një zë melodik i tillë, melodioz i tillë, është e natyrshme. Është e natyrshme, pa sforcim, thot, pa ushtrime, pra pa bërë praktik në lidhje me këtë gjë, siç ndodh te disa, dhe pa mësim të veçantë. Pra është e natyrshme, është leximi i natyrshëm i tij. Dhe thot, kur njeriu lihet sipas natyrës së tij dhe zëri i tij rrjedh natyrshëm, atëherë prej tij del një lloj melodie dhe zbukurim i zërit. Dhe kjo ndodh tek të gjithë vëllezër. Pa marrë parasysh se kush e ka zërin më të bukur nga tjetri. Dhe kjo është e lejuar, thot, madje edhe nëse ndihmon atë lirshmërinë, natyrshmëri të zërit të tij me një zbukurim dhe përmirësim të lehtë të zërit, ashtu siç i tha Ebu Musa al-Ash'ariu radiallahu ta'ala anhu profetit alayhi salatu wassalam, sigur ta dija se po më dëgjoje, do ta kisha zbukuruar edhe më shumë për ty, pra leximin. Profeti alayhi salatu wassalam dëgjoi lexim Kur'ani, u afrua dhe kur Ebu Musa e mori vesh, i tha profetit alayhi salatu wassalam se do ta zbukuroja akoma edhe më shumë. Pra, edhe ky zbukurim vjen natyrshëm. Pra nuk është një zbukurim melodioz i atill që janë bërë ushtrime, është bërë praktik, janë bërë mësime të veçanta, siç ndodh sot nga disa. Thot më pas Ibnul Qayyim, Allahu më shiroft, por kështu ai që është i prekur, i pitolluar gjatë leximit të Kur'anit, pra e ndjen leximin e Kur'anit, nuk mund ta penguaj veten që në leximin e Kur'anit të shfaqet një ton prekës dhe një lloj melodie natyrale, e natyrshme. Pra njeriu i cili e ndjen atë që po lexon, kuptimet e ajetit. Nëse është frikë, frikësohet, nëse ka të bëjë me shpërblimin e Allahut, shpreson, mallëngjehet për atë shpërblim. Dhe si rrjedhoi, edhe zëri i tij ndryshon, mund të bëhet më melodioz, mund të bëhet zë që prek më shumë zemrat e të tjerëve. Dhe kjo nuk ka gjë, thot Ibnul Qayyim. Dhe shpirtrat e pranojnë dhe e pëlqejnë këtë, sepse është në përputhje me natyrën dhe nuk ka në të sforcim apo shtirje.
por thot është i lindur në këtë mënyrë dhe jo si dikush që përpiqet ta fitojë këtë artificialisht. Është një cilësi që vjen natyrshëm dhe jo një sforcim i qëllimshëm. Kjo është, thot Ibn Qayyim rahimahullah, ajo që selefët e kanë praktikuar dhe përdorur, pra këtë mënyrë leximi. Dhe ky është ai zbukurimi i zërit i lavdëruar dhe i pëlqyer, ai me të cilin preket si dëgjuesi ashtu edhe lexuesi. Dhe në këtë kuptim duhen kuptuar të gjitha argumentet e atyre që mbështesin këtë mendim. Më pas thot, lloji i dytë është ai që konsiderohet një mjeshtëri e fituar dhe jo diçka që natyra e pranon, e sjell vetvetiu. Dhe thot Ibn Qayyim në lidhje me një lexim të tillë se nuk arrihet vetëm me sforcim, shtirje dhe ushtrim, ashtu siç mësohen zërat e këngës me lloje të ndryshme melodish, të thjeshta ose të përbëra, sipas ritmeve të caktuara dhe masave të shpikura, të cilat nuk përfitohen, pra nuk aftësohet njeriu vetëm me mësim dhe mundim. Kjo thot mënyrë leximi është ajo që selefët e kanë urryer, e kanë kritikuar dhe e kanë qortuar. Ata e kanë ndaluar leximin me këtë mënyrë dhe kanë kundërshtuar ata që lexonin kështu. Argumentet e atyre dietarëve që mbajnë këtë mendim kanë të bëjnë pikërisht me këtë lloj. Me këtë sqarim, thot Ibn Qayyim, Allah më shëroft, largohet paqartësia dhe bëhet e qartë e vërteta nga e kundërta e saj. Çdo kush që ka njohuri për gjendjen e selefëve e di me bindje të plot se ata janë të pastër nga leximi i Kur'anit me melodi muzikore të sforcuara, të cilat përbëhen nga ritme dhe lëvizje të peshuara, të numëruara dhe të kufizuara. Ai e di me siguri se ata kishin më shumë devotshmëri ndaj Allahut se sa të lexonin Kur'anin në atë mënyrë ose t'ia lejonin vetes një gjë të tillë. Po ashtu, ai e di me siguri se ata lexonin me zë prekës dhe mallëngjyes, me një lloj melodie natyrale. I zbukuronin zërat e tyre me Kur'anin, herë e lexonin me trishtim të përulur, herë me ndjenjë të thellë emocionale dhe herë me mall e dëshirë. Kjo është një çështje e rrënjosur në natyrën njerëzore dhe e kërkuar prej saj. Dhe nuk është ndaluar në shariat, edhe pse natyrat njerëzore kanë një prirje të fortë drejt të saj. Profeti sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që nuk e ndaloi, por përkundrazi e udhëzoi ummetin e tij drejt saj, e nxiti dhe pëlqeu atë. Ai gjithashtu na njoftoi se Allahu e dëgjon me pëlqim atë që e lexon Kur'anin në këtë mënyrë dhe tha: "Leysa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Nuk është nga ne ai që nuk e zbukuron zërin me Kur'an. Thot më pas Ibn Qayyim, Allah më shëroft, në vazhdim të fjalës së tij, për këtë hadith ka dy shpjegime. I pari, se është një njoftim për një realitet që të gjithë ne e bëjmë natyrshëm. Do me thënë se njerëzit, si pas natyrës së tyre, e lexojnë Kur'anin me një lloj zbukurimi të zërit. Pra, si që vjen natyrshëm, vëllezër. Thjesht, si pas zërit që ata kanë. I dyti, se ai është mohim i rrugës dhe udhëzimit profetik për atë që nuk e bën këtë, pra që nuk e zbukuron zërin me Kur'an. Ai nuk është me metodën dhe praktikën e plotë të profetit sallallahu alaihi wasallam në këtë çështje as pak. Pra në përmbledhje të fjalës së Ibn Qayyimit, Allah më shëroft, thotë se ai lexim Kur'ani me zë të zbukuruar që vjen natyrshëm tek njeriu, sidomos kur është lexues i madh i shpesht i Kur'anit, pra edhe zëri i tij apo metoda e tij leximit të Kur'anit bëhet më e bukur, më fine, më elokuente, më ndjeshme,
atëherë kjo është diçka e natyrshme, lejohet. Por nëse metodën e leximit të Kuranit, të zbukurimit të zërit, e bazon në mësime të veçanta, në praktika të veçanta, në ritme apo melodi këngësh, atëherë kjo është e ndaluar, siç e shtjelloi Allahu mëshiroftë në të çështjet e tij. Por më pas autori nuk mjafton me kaq, por për të na treguar dhe për të na bërë akoma dhe më të qartë, të saktën në këtë çështje, sjell edhe një fjalë të një dietari tjetër të madh, Al-Hafidh Adh-Dhahabiut, Allahu mëshiroftë, i cili ka thënë: sa për lexuesit që e teprojnë me rregullat e texhuidit, të disa prej tyre gjendet teprim dhe sforcim, tanatur, ekstremizëm, pra. Si dhe një përpikmëri e tepërt, e cila bën që lexuesi të jetë i përqendruar tërësisht në ruajtjen e shqiptimit të shkronjave dhe në hollësitë e tepruara të texhuidit. Kjo e pengon atë nga meditimi mbi kuptimet e librit të Allahut dhe e largon nga përulësia, khushuja, gjatë leximit për Allahun. Madje, kjo mund ta bëjë atë të ketë mendim të lartë për veten dhe të nënvlerësoj bartësit e tjerë të librit të Allahut, sepse ai i shikon ata me sy për çmimi, duke menduar se muslimanët gabojnë në lexim, ose se lexuesit nuk dinë vetë se leximet e rralla dhe të pazakonta. Vallë, çfarë ke kuptuar dhe çfarë ke mësuar ti në fund të fundit, i drejtohet Imam Dhahabiu njeriu të tillë. Po çfarë është dia jote, ndërsa puna jote nuk është e mirë? Sa për leximin tënd, ai është i rënd dhe i zhveshur nga përulësia, pikëllimi, frika dhe droja ndaj Allahut. Allahu të dhënë të sukses, të udhëzoftë në atë që është e drejtë dhe të zgjoft nga gjumi i ignorancës dhe i syefaqësisë. Në anën tjetër janë lexuesit e melodive dhe të zgjatjeve të tepruara të zërit. Këta në përgjithësi nëse lexojnë me zemër të pranishme dhe me frikë ndaj Allahut, mund të përfitohet prej tyre deri diku. Kam parë prej tyre njerëz që lexojnë saktë, preken emocionalisht dhe qajnë, por kam parë edhe prej tyre të tillë që kur lexojnë, i ngurtësojnë zemrat, i mërzisin shpirtrat dhe shtrembërojnë fjalën e Allahut. Pra nga mënyra e gabuar e leximit, pra mënyra si ato që përmendën, pra duke tepruar. Më të këqijt prej tyre, thot Imam Dhahabiu, janë ata që lexojnë nëpër xhenaze dhe ata që merren me transmetimet e ndryshme të leximeve, kiraeteve pra, dhe me bashkimin e tyre. Këta janë më larg se kushdo nga përulësia dhe më afër se kushdo ndaj një leximi që del jashtë qëllimit të drejtë. Shenja dalluese e tyre është shumimi i varianteve të leximit të hemzes, thelësimi i tepruar i atyre lameve të trasha dhe hollimi i atyre rradhe. Pra ka për qëllim ata të cilët ndoshta ata që i studiojnë llojet e këndimit të Kuranit, të transmetuara saktësisht, kiraetet, dhe me këtë që i bëjnë të shuish njerëzve, pra i shpërqendrojnë njerëzit, duke i kënduar në një mënyrë që njerëzit nuk e njohin atë lloj kiraeti. Dhe kjo i shpërqendron njerëzit, sidomos kur janë në namaz. Por të lexoj nga ajo që njerëzit dinë. Lexoj njëri dhe na kursen nga kjo trashje dhe hollimi të tepruar me imalen, me zgjatjet e tepërta, me detpra dhe me ndalesat sipas leximit të hemzes. Deri kur do të vazhdoj kjo? Një tjetër prej tyre kur merr pjesë në një hatme ose lexon në mihrab, e ka bërë zakon të sjell variantet më të rralla të leximit, ndalesat e pazakonshme dhe e tepron me lehtësimet në shqiptim. Ai paraqet çdo mospajtim me variant të mundshëm dhe sikur thërret për veten e tij, unë jam filani, më njihni, sepse unë jam njohës i 7 kiraeteve. Dhe çfarë duhet bërë me ty? Mos të dhënë Allahu mëngjes të mirë, ti je si një gur katapulte dhe si plumb mbi zemrat. Pse thot Imam Dhahabiu këtë fjalë? Sepse njëri i tillë, pra, siç thamë më parë, që vjen me një lloj këndimi të kiraetit të Kuranit që njerëzit nuk e njohin, i largon ata nga përqendrimi në namaz,
i huton ata, i shpërqendron ata. Dhe një njeri tillë në vend që t'i prejti zemrat e tyre, i ngurtëson. Pra, këtu Imam Dhahabiu vëllezër përqërton ashpër atë lloj lexuesi që shndron leximin e Kuranit në një shfaqje të dijes së tij teknike. Pra, ka për qëllim të tregojë të tjerëve se sa di unë dhe çfarë di unë. Duke u përqendruar në variantet e rralla të kirajeteve, imalet, sektet, meddet, hollësitë e tjera, me qëllim që njerëzit të admirojnë njohuritë e tij. Dhe gjitha kjo nuk duhet të ndodhë, nuk duhet të bëhet nga imamët apo lexuesit e Kuranit. Kjo është çështja e radhës që solli autori, në që ne trajtuam për sot. Ne lutim Allahun Azza wa Jall na japi dituri, qëndrueshmëri, saktësi, seriozitet, mençuri në fenë e tij. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.